Mirëmëngjesit të gjithëve. Sot kam dalë, është ora 12:05 në fakt, do të them Erdita. Por sa u mora me djalin, jo përgatita mëngjesin, sa u bërëm gati, edhe tani po iki në qytet me zjarin, edhe do dalim të dy së bashku. Axhela nuk erdhi sot, e bëri pushim. Edhe ne do të dalim në disa dyqane. Dhe pasaj pse jo të pim një kafe, të pi unë do me thënë, kurse zjari do pi qumshin e ti nëse zjohet, sepse tani sa e burat e karoca po flej gjumë. Sa po na përshëndeti dhe Grenqi, edhe ishte aty në rrugë, si që patë edhe ju. Edhe babagjyshi nuk ka dalë akoma rrugëve. Do jetë në shtëpi akoma si duket, nuk e lë gruaja të dalë. Ja ku jam edhe unë me zjarin, edhe kam provuar disa parfum, por që do pres nëse janë të mirë apo jo. Tani jemi në katë dytë edhe është kozmetika. Se po erdha tek Stradivarius, edhe po shoh që pas ka ardhur ngjyra boqelli me kafe. Po ky lloshi që nga shumë i bukur. Është i shkurtër, nuk është i gjatë. Edhe shikoni sa shtrenjtë është, 60, nuk ja vlen fare, se është shumë i holl. Është i bukur, por është i holl, edhe për 60.000 lekë ja vlen fare. Me këto kapele që nga shumë të bukura. Të shikojmë çka kanë sjell tjetër. Unë tani jam duke shkuar për te kafja, ndërkohë isha tek Stradivarius siç e pat, shkova pak te Bershka, edhe te Pull&Bear, por i hodha një sy shpejt e shpejt, sepse u zgjua dhe zjari, por tani zori prap gjumi. Por nuk ishte asnjë gjë. Ishin gjëra kot, edhe të shpifra. Edhe shumë të shtrenjta njëherë, nuk ja vlen një fare. Se kuptoj se qa bërnë me këto çmimet. Sigur kemi ngel pa rroba. Tani jam ullur te kafja. Ka pak zhurëm sepse ka shumë njerëz. Edhe zjari po fle. I ka shumë qef xhirat, vetëm flej gjumë. Edhe kur ngrihet vetëm rri dhe shikon vërdall, ka qef të shofi njerëz, ambientin. Deri tani me sa shoh është shumë i shoqërueshëm. Ka qef të gjithë njerëzit. I shef edhe buzëqesh. Edhe unë po rri këtu po pi një kafe, pastaj do shkoj në shtëpi edhe do gatuaj drek. Sot për drek po mendoja të bëja gjell me perime edhe me mish pule. Kurse për ëmbëlsirë kam tiramisu, e kam bërë që dje, kam bërë shumë të mirë, më kanë mbetur edhe 2 copa me numër. Edhe në fakt e bëra për herë të parë dje, nuk e filmova ta ndaja me ju sepse nuk e dija si do më dilte, por ka dalë super. Në asnjë lokal nuk kam ngrënë një të tillë. E di cila është arsyeja, sepse unë e kam mbushur plot me ato kremin e bardhë. Do të thënë bëra shumë dhe mbusha plot dhe nuk kurseva fare dhe ajo doli shumë e shishme. Edhe do ta bëj në videon tjetër, një tjetër që t'ju tregoj dhe juve sepse ishte shumë e mirë dhe do shumë pak përbërës, do vetëm 3 vezë, 3 të verdha veze. Do një mascarpone edhe qumë është hopla, që është ajo pana për ëmbëlsira. Edhe kaq do. Pastaj do dhe ato biskotat që janë të tiramisus, të regjura me kafe. Edhe kaq dhe u bë tiramisuja. Po gjithsesi do t'ju tregoj më detaje në një video tjetër nëse vërtet doni. Edhe këto kohë kam zbuluar të bëj dhe trileçe. Do me thënë, pas kam qenë talent. Edhe po trileçe mund ta bëj në një video tjetër dhe atë. Shumë shpejt do me thënë. Do ju tregoj çfarë doni tjetër që të dini, do ju a bëj dhe do ju tregoj të gjithëve. Tani jam duke ikur për në shtëpi dhe rrugës ktheva në një dyqan këtu që ka streçe shumë të bukura. Por duke qenë se unë kam shumë, hyra për të parë. Dhe me qenë se hyra për të parë, nuk mund të dilja bosh. Edhe siç po ju thoja, bleva një palë streçe të zeza pra. Edhe janë me push nga brenda. Prandaj i doja në ditët kur
të bjeri shi dhe të jetë goxha ftohtë, i kem për të dalë jashtë kur të shkoj xhiro nga deti me zjarin, sepse janë me një pushtë të ngrohtë, do t'ju tregoj sapo të shkoj në shtëpi, edhe duken shumë të ngrohta. Dhe pse këtu nuk bën aq ftohtë, por që pse jo t'i kem, dukeshin shumë të mira dhe kam bërë vetëm 14 euro. Sapo kam ardhur në shtëpi dhe tani do t'ju tregoj se çfarë mora. Atëherë, te kozmetika mora këtë ujë micelar edhe këto tamponat për të hequr make-upin, sepse nuk po ma heq mirë ai larë si fytyrës dhe duhet patjetër si ky ujë që të më heqet make-upi një herë, pastaj të laj mirë fytyrën sepse më ngel kremi. Siç duket tani jam vetëm me krem. Kalova edhe në një kozmetik tjetër, por nuk filmova dot. Mora këtë manicure gel dhe është në ngjyrë akulli. Duket i bardhë, por është akull. Dhe dua për t'i bërë thonjët tani, sepse kam ditëlindjen për pak ditë edhe dua që t'i bëj. Por ende nuk e di se çfarë do vesh, pash një fustan shumë të bukur, boost, në ngjyrë vishnje. Është një material, si quhet, një gjë e butë kështu. E harrova. Nuk është pambuk. Çfarë është ajo, me vërtet? Si perdja ime dukej. Aty ju tregoj perdjen. Po ju tregoj perdjen më mirë, ndoshta e kuptoni vet. Ja. Mbrapa është kështu kjo. Po jo, si ishte kështu nga më. Prit. Ky s'hapet, po ajo hapej. Do me thënë dukej kështu, si ke copa. Ishte boost, pra si që thash, por hapej kështu, ishte elastike, edhe ishte në ngjyrë vishnje, ishte pas trupit, shumë i bukur, dhe këtu kishte një si shall të hollë kështu që mund ta lidhësh, si është ai modeli që e lë kështu varur, domethënë, nuk e di si t'ju shpjegoj, por ishte shumë i bukur dhe ishte vetëm 17 euro, edhe unë nuk e mora. Nuk e mora veç prej ngjyrë, që kam bërë pis këtu. Nuk e mora veç prej ngjyrës, sepse në fakt ngjyra vishnje në modë është, por nuk e di. Do mendoj mirë këto ditë, por nuk e besoj se do marr atë, do marr diçka tjetër, sepse unë dua që të bëj fotot në dhomë të gjumit, këtu pra, edhe kam menduar të zbukuroj dhomën, edhe do bëj disa foto për ditëlindje shumë të bukura. Por ai fustani vishnje nuk më shkon me dekorin e dhomës. Nejse. Për thonjët pra ju thash që mora këtë në ngjyrë akulli që t'i bëj, sepse ngjyra akullit shkon me të gjitha. Dhe tjetër, ja edhe dyqani Labella, që janë këto treqet që ishin super ishte. Jam akoma në fakt, se s'është se mikën, po mos më shani për flokët se i kapa i qik kështu shpejt e shpejt. Këto kam bërë 13,95, pra 14 euro. Shiko si janë nga brenda. Janë vetëm lush. Edhe janë me bel të lartë, duket. Kanë këtë shtratin këtu. Unë duhet t'i provoj. Edhe janë kështu. Të gjata. Edhe këtu poshtë janë vetëm me lush brenda. Qare hati sa të buta. Mund t'i veshe për sprapsin këto apo jo? Këta provoj një. Jo. Jo, se kam këtë. I kam marrë masa medium large, duke qenë se e kam prerjen shumë të vogël. Por jo nuk vishen, se shiko. Duke. Mirë, unë po i provoj një herë tani. Të shoh si do më rinë. Ja, kështu duken edhe streqet. Janë shumë të bukura. Do me thënë janë fix fare. Edhe për gjatësin këtu janë fix të këmba, edhe mund edhe t'i palos po të duha. Edhe i kombinoj me ndonjë bluzë ngjyrë
ngjyrë kafe, që kanë këtë si push ngjyrë kafe, mund t'i kombinoj ose me ndonjë kapuç ose shall. Të ngjaj shumë bukur. Unë tani do iki të gatuaj pak drekën. Shkofurçat e mia të make-upit aty që janë pak pa qef, sepse nuk i kam larë, kam ja 1 javë e gjys. Dhe do më pastruar, sepse janë tër make-up. Nëse kur të gjej kohën do t'i laj, ndoshta sot. Sepse tani do gatuaj drekën, do bëj një lavatriçe me rrobat e vet dhe këto streqet sepse duhen lar. Edhe tjetër çfarë do bëj, po mendoja të lyja flokët. Sepse duhen lyer, nga që në diell më kam një refleks në ngjyrë kafe, në të kuqe, edhe nuk më pëlqejnë. Dhe ndërkohë kam bler bojën, kam gati 1 muaj që kam bler në Amazon, edhe nuk e kam përdorur akoma. Edhe ta përdor sot, pse jo? Sepse kam kohë të lirë pak sot. Unë sapo erdha dhe po bëj gati disa tampona që t'i kem nëse bëhem pis, sepse do lyj flokët tani. Okej, më duhet edhe ky ujë. Kam disa dorashka që i kisha kur kam lyer flokët më përpara. Kjo është boja. Prit, si është? Kështu është. Kjo është boja për të cilën po ju flisja, ja edhe firma Vela këtu. Edhe ky është numri 2. Nero Puro Black thot. Edhe kam marrë vetëm këtë gjën sepse dua vetëm për rënjën. Edhe unë tani do ta hedh në një kupë, në një tas. Nuk isha, unë kam, po nuk e di ku kam lënë atë tasin që lyj flokët. Edhe mora një kështu që më gjendej në shtëpi, edhe furçën. Po prit, po kjo s'ka kështu. Kjo nuk pas ka ato si punë balsami që kanë të gjitha bërrat e tjera, ka vetëm këtë letrën. Pra është vetëm kjo. Erën e pas ka shumë të mirë. Por nuk e di, veç me këtë do ta lyj flokët unë? Ndoshta me këtë, nuk e di si mund të funksionoj. Gjithsesi, unë do bëj njërë manovra, si bëj gjithmonë në flokët e mi. Shqyr zotit nuk kam ngel akoma tullace, por i kam për mrekulli, sepse jam duke përdorur dhe maskën tani me rozmarin dhe me alkool etilik. Kam 1 javë që po përdor atë maskën. E bura dorashkat. Kam veshur dhe bluzën e zezë të Angelus. Nuk të bëhet piska dhe nëse bëhet light, do me thënë nuk duket se është e zezë. Sepse bluzja ime e zezë ishte me shkronja të bardha, kurse kjo është e thjeshtë vetëm të këtu ka. Por s'ka gjë se kjo është kështu bluzë palestre, është bluzë kot do me thënë. Nuk është shumë e saktë. Jam ullur këtu në tokë tek dhoma ime e gjumit, sepse në banjo ishte pak ftohtë. Edhe këtu kam ndezur ngrohtësen. Plus drita është më mirë këtu. Dhe nëse bëj pis, bëj këtu të plakat, edhe laje nuk më prish punë fare. Po i fus një të krehur tani me vrap. Por gjithsesi rënjën do lyej, sepse këto poshtë janë ster të zeza. Jam rikthyer pas 3 ore, ora është 7 e darkës. Sepse po luani me zjarin deri tani. Mos kaq më duhet tasi, sepse e hedh direkt në flok se s'kam qa përgjej. Edhe do filloj direkt të lyj. Që nga rënja, që është kjo këtu. Dhe uroj t'i lyj sakt. Prit, do bëja njërë gjoja me kështu, me vaselinë. Lyjm këtë, shiko që vaseline. Është me, ka njerë shumë të mirë, është me marshmallow. Nga ato gjërat e buta me ngjyra.
Të lyj këtë pjesën kështu, që mos të bëhen pis. Duket ja. Ka plot kjo se kam harxuar. E kam marrë për buzët. Shiko sa e mirë është. Përveç se ti mban shumë të buta, shkëlqejnë shumë. Janë fiksi shkëlqys, por është më i mirë se shkëlqysi. Se kuptoj pse e le aty dhe nuk e përdor. Nuk e di. Fillojmë tani se shumë u zjata. Nuk e di si të gjohet kjo zhurma e këtyre, urojt mos ju bezdis të më falni. Ju fort ju dua shumë, mos u bezdisni nga këto zhurma. Prit, qa dua të në bërë lamsh? Dua këfuqe. Po e jetë këtu. Si ku ka ardhur një zok në kokën time. Imagjino t'jetë në një kuqe kjo. Po ja bëj vetës dhurat për vitin e ri. Qa bëra kështu? E diti që unë duhet e diti, si ku po më shikon dikush, vetëm një. E dini që duhet i lyj para pasqyrës, se kështu s'kam për të lyer as edhe një gjë. Provoj njërë këtë metodën kështu, se mos është më mirë. Po, merë ka më shumë kështu. A duket si e zezë, apo? Jo, koma. Duhet të thahet. Se është ora, arove të shoforen. Ora 7:10 tani. Ta mbaje një orë, pastaj do t'i laj dhe do shikojmë rezultati. Okej, do më duhet t'i lyj para pasqyrës tani, po ju t'regoj vetëm përfundimin, se kështu nuk shoh gjë këtu në kamerë me ju. Sa po e marrova dhe me të lyer, por si që duket dhe në kamerë, nuk po nxihet fare. Ka ngelur kështu e bardhë. Kanë kaluar 10 minuta, që edhe kam lyer dhe i bëra pak masazh skalpit që të marri mirë rënja. Edhe, nuk e di tani, do më duhet që t'i kap pak me kapse. Edhe uroj që kjo kapsje mos më bëhet pis. Se është shumë e bukur. Kam i të zezë, po se di ku e kam. Më duket se është poshtë. Po s'ka që po i kap me këta. Do presë derisa të shkoj ora 8. Do dhe një 20 minuta. Edhe pastaj do t'i laj, do t'i thaj. Edhe ndoshta i shtri. Ndërkohë që unë presje të thahet floku, të heq pak make-upin, që ta kem gati për të larë pastaj. Edhe do lyej edhe vetullat me boj, si age direct. Ky ujë është shumë i mirë, kam përdorur dhe më përpara. Nëse siç po thoja që të lyej edhe vetullat, apo fillon të nxihet gjë, shifni gjë ju? Unë për vete jo.
fare nuk është nxirr. Qa boje është kjo kështu? Do futem të lexoj pak në internet se unë që kur ka ardhur ajo që ka 1 muaj, i kisha lënë në tavolinë aty. Edhe do ta lyj sot, do ta lyj nesër edhe kam lënë në tavolinë. Pas dore, domethënë. Po ikën dhe rimeli. Dhe pse nuk e kam lyer shumë rimel sot pak. Do iki të laj dhe fytyrën në tualet tani me ujë. Edhe me larsin nga serave. Dhe po mendoj t'i vë një mask. Nuk e di që maske do t'i vë. Deri sa të pres flokët. Mos të riko, do me thëmë. Okej, sa po hoqa make-upin, po iki tani të laj në tualet edhe erdha. Kam mbaruar fytyrën me të larë në tualet edhe gjeni budallikun e radhës që kam bërë. Jo se të tjerat i kam treguar, se nuk tregohen të gjitha, po ky qënka super budallik. Ndërkohë që minutat ikin dhe unë pres që floku im të vazhdoj të nxjihet edhe unë të shkoj ta laj, floku im nuk ka për të nxirr kurrë, sepse kjo që kam përdorur unë flok është vetëm pjesë e bojës, është ajo në formë kremi. Pra mua më duhej oksidant për të përzier me këtë që kisha, gjë që unë nuk e dija dhe nuk i mora informacionet përpara se ta lyja, thjesht e mora, e hapa dhe e leva. E shikon se çfarë të bën mungesa e informacionit. Duhet të pyesim, duhet të kisha pyetur, sepse unë e pash në fillim dhe thash ç'ne është kështu. Por mendova se ajo ishte boja, ishte përzierje, thash do jenë të gjitha në një tubet. Nuk e mendova se duhet ta blija oksidantin veç. Tani që futa në internet kërkova për këtë bojën, kjo boja ishte shumë e mirë, është që mund të përdoret edhe nga si quhen, nga parukier, të mirë thoshte që përdorin të tillë lloj boje. Shikoj tani që mbështet dorën, është vetëm si krem. Nuk të bën asnjë gjë. Është vetëm një lloj kremi. Por gjëja e mirë e kësaj që kam vënë në kokë është se nuk t'i prish flokët fare, pra nuk të bën asnjë gjë, është vetëm një si punë lloj kremi që e mban kot aty në flokë edhe kaq. Por që do më duhet ta laj tani dhe për fatin tim të keq nuk i leva dot flokët. Ky ishte edhe gabimi im i radhës. Shpresoj që ju të mos se bëni, kështu që pyesni edhe t'jeni të sigurt për çfarë përdorni, përpara se ta përdorni. Ndaj unë tani po shkoj të laj edhe flokët, sepse është e kot pritja. Po i kiti laj edhe do kthehem. Mbarova dhe me flokët me të larë, shqyr zotit nuk më ra, edhe i kam në rregull. Ndaj doja t'ju thoj edhe juve mos i bëni këto gabime siç i bëra unë tani direkt pa pritur, edhe kaq ishte videoa. Tani do më duhet që të iki, sepse më duhet të thaj flokët më prapë edhe do merrem me çunin sepse është zgjuar zjarri nga gjumi dhe duhet të merrem me të sepse ka filluar të grindet. Kështu që unë po e mbyll videon këtu, do të shihemi në videot e tjera më vonë. Ju puth fort të gjithëve dhe natën e mirë.